Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi në emisionin Aromë Shkodre. Në transmetimet e vazhdueshme që ne kemi realizuar, jemi munduar që në bisedat në studio, por edhe në reportazhet të realizuara kryesisht në qytetin e Shkodrës, të sjellim atë realitet të këtij qyteti që evidenton historinë, kulturën apo dhe shembuj personal të modeleve që fare mirë mund të na frymëzojnë në jetën tonë të përditshme. Por një vëmendje të veçantë, emisioni Aromë Shkodre, që në startimin e tij në vitin 2025, pra në janar të këtij viti, ne një vëmendje të veçantë ju kemi lënë aktiviteteve që marrin një rëndësi të jashtëzakonshme për jetën e këtij qyteti. Dhe sonte në emisionin Aromë Shkodre, i gjithë emisioni dedikohet aktivitetit Gratë frymojnë vlera. Është një lëvizje vullnetare me drejtuese zonjën Farida Ramadani, e cila çdo vit grumullon përmes një jurie dhe votimeve të saj se cilat janë gratë më të suksesshme që kanë kontribuar jo vetëm në vitin ku zhvillohet edicioni, por edhe në vitet e mëparshme dhe duke u lënë një hapësirë vlerësuese këtyre zonjave të nderuara të qytetit të Shkodrës. Duket si një aktivitet që ka përjashtuar burrat, në fakt shumë herë ata janë pjesë e këtyre aktiviteteve, por jo në role kyçe apo kryesore. Janë gratë ato që organizohen dhe thyen në një farë mënyre dhe ato paragjykime ku në ditët e sotme thuhet se gratë vështirësitë më të mëdha i kanë në komunikimet mes tyre pasi lufta brenda llojit i dëmton. Në fakt qyteti i Shkodrës ka mëse të domosdoshme që gratë të nderuara që kanë kontribuar në jetën profesionale, në jetën shoqërore të këtij qyteti, të vlerësohen her pas here dhe ky vlerësim të bëhet publik. Në pjesën më të madhe të tyre, ato kanë qenë gra modeste, ka qenë disi e vështirë për t'i bindur që t'jenë prezente në sadh dhe për t'i vlerësuar për kontributin e tyre që kanë dhënë për qytetin e Shkodrës. E megjithatë, është arritur të krijohet një varg shumë i gjatë të grave të vlerësuara, të cilat një aktivitet i cili ka marrë një jehon të jashtëzakonshme jo vetëm në Shkodër, por edhe për te kufive shqiptar. Aktiviteti konsiderohet ndryshe edhe si një bashkim kombëtar, pasi në këtë aktivitet ka pjesëmarrëse dhe shumë gra që vinë nga Malizi, nga Maqedonia dhe sidomos nga Kosova. Janë mikët tona të dashura në Kosova që nuk mungojnë asnjëherë në një aktivitet të tillë. Gratë frymojnë vlera ka kaluar në 8 edicione të suksesshme dhe këtë vit u realizua edicioni 9. Por kush kanë qenë 11 gratë e vlerësuara në këtë edicion? Ne e sjellim përmes një reportazhi ku përmbledhim jo vetëm vlerësimet e dhëna, por edhe mjaft emocione të pjesëmarrësve që i kanë ndarë me të gjithë të pranishmit e ne duam t'i ndajmë me të gjithë teleshikuesit. Kjo gjë alternohet edhe me bukurinë natyrore të Shkodrës, pasi zonjat e nderuara, pasi kanë qenë pjesë e aktivitetit Gratë frymojnë vlera, kanë vijuar më pas një udhim edhe në pika turistike të qytetit të Shkodrës për ta përmbyllur bukur edhe me një mbrëmje festive. Le të ndjekim këtë reportazh që besoj do të pëlqejë nga të gjithë ju. Unë ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhje shumë të madhe këtu. Jeni mike që tashmë e kemi konsoliduar miqësinë tonë. Është një event që ka një rëndësi të jashtëzakonshme dhe kjo rëndësi nuk qëndron vetëm në qytetin e Shkodrës, por tashmë i ka kaluar kufijtë e një qyteti. Është një vlerë jo vetëm e Shkodrës e Shqipërisë, por edhe besoj kudo ku jetojnë shqiptarët. Gratë frymojnë vlera është një lëvizje vullnetare e cila prej 9 vitesh ka organizuar edicionet në të cilat vlerëson 10 apo 11 gratë më të suksesshme, kryesisht në Shkodër. Por ky vlerësim i bërë në mënyrë publike dhe në prezencën e shumë mikeve tona të ardhura edhe nga Kosova, nga Malizia apo Maqedonia, je ka rritur edhe më shumë vlerën, pasi gratë, të paktën pas vlerësimit të tyre, janë shprehur se janë ndjerë shumë të motivuara. Ne vlerësojmë njëra tjetrën në ambientet ku jetojmë, edhe i inkurajojmë, mund të ndodhë edhe e kundërta në disa ambiente, pasi kështu është shoqëria jonë apo Shqipëria ka dhe ajo ato të metat e veta. Por, kur jemi të gjitha së bashku këtu dhe kur gjithë materiali apo gjithë ajo çfarë ndodh ka përcen edhe kufijtë e një qyteti dhe përmes medias bëhet një event kombëtar, përbashkues si të gjitha grave kudo që ato ndodhen, merr një vlerë të jashtëzakonshme. Është disi ndryshe ky event pasi në panel ne kemi pasur
një mike shumë të nderuar, do e quaja ndryshe dhe një zonjë shtëpie, të cilën fatkeqësisht ne kemi humbur dhe nuk e imagjinojmë dhe ende nuk e kemi besuar që ajo sot nuk është këtu me ne. Pra bëhet fjalë për humbjen që sapo e përjetuam gjithë dhe përjetoi çdo shqiptar, kudo që ai ndodhet, humbjen e nderit të kombit zonjës Margarita Xhepa. Para se ne t'i japim të paktën me kontaktin që kemi pasur me djalin e saj ndriçimin, ajo e ka pritur me padurim ardhje në Shkodër, bilen ndonjëherë edhe nëse kemi vënë në pikpyetje se a do të mundet për shkak të moshës edhe shëndetit të saj të vinë në Shkodër, na ka surprizuar dhe ka shprehur një dinamik të jashtëzakonshme, mesazhet e saj besoj ende sot kujtohen. E ne do donim që ta nderonim zonjën Margarita, fillimisht kemi përgatitur një video shumë të vogël, më shumë në shenjë homazhi për figurën e saj. E ndjekim atë dhe do të lutesha nga të gjithë ju që të mbanim një minutë heshtje me njëherë pas videos. Margarita Xhepa, ikona e kinematografisë shqiptare. Një yll I cili shndriti për gjatë gjithë jetës së saj. U shua në moshën 91 vjeçare. Aktoria e madhe mbylli sytë në shtratin e spitalit, ku prej ditësh qëndronte intubuar, pasi gjendja e saj shëndetësore ishte rënduar, prej kohësh vuante nga një sëmundje në mushkëri. E ndërsa lëvizja gratë frymojnë vlera, priste sërish që sot ta kishte në panelin kryesor të saj. Humbja na ka vrarë zemrat. Mikja jonë e shtrenjtë, Margarita, e pranishme pothuajse në të gjitha edicionet, sot nuk do t'jetë pranesh. Mesazhet e vyer të saj nuk do të kumbojnë në këtë sallë. Në çdo vizitë në Shkodër, entuziazmoheshim së bashku. Na mbështeste me shpirt për iniciativën e lëvizjes dhe inkurajonte çdo grua në këtë sallë. E shtrenjta jonë dhe çdo shqiptari, kudo që të ndodhet do të kujtohet si artistja e madhe që krijoi mbi 150 role në teatr dhe 32 role në kinematografi, duke punuar me shumicën e regjisorëve shqiptar. Kurse ne që patëm fatin ta takonim nga afër dhe të qëndronim me të çdo vit në edicionin Gratë frymojnë vlera, le ta kujtojmë kështu, në thjeshtësinë dhe në madhështinë e saj, në zërin e ngrohtë dhe zemrën e fortë që na dha kurajo të gjithave. Emocionet jashtëzakonshme, sepse për fat të mirë në pjesën më të madhe të këtyre aktiviteteve na ka nderuar zonja Margarita Xhepa, nderi kombi, faleminderit që je këtu, na emocionon sa herë që vjen. Asa ju e bukur. Faleminderit. Të thuash grua, përmban gjithçka. Pasurin mbi tokë e quajtur arë. Për çdo shtëpi është thesar, bekati e jetë e mbarë. Është qenie e 1000 hallëve, fabrike mbajtësia e trashëgimtarëve, lodhje pa fund shndruar në sklave, shpesh shënjesër edhe në vrasje, atë që thamë. Ti është grua, është një mrekulli. Në bish të lugës të jep ujë me pi. Është vërtet. Dere hapur e miksis, besnike e fjalës, shpat me tradhtis. Barë rënd, ku I tira të jetë për fëmijë nën e babë. Din me dasht e din me fal, të mira e derte mban kjo fjalë. Babalar, vlezër, e jua burra, na vlerësoni. S'jemi vetëm fjalë, duam dashuri, stop tashmë dhuna, jemi fisnike të bukra si zana. Faleminderit Roksi. Shumë faleminderit. Ky ishte materiali ta shoqërojmë një duar trokitje të fortë. Edhe të ngrihen në tonë, të mbajnë 1 minutë
heshtje. Do na mungoj Margarita. Faleminderit, faleminderit. Mirë, ne do vazhdojmë të japim ngjyrat e duhura edicionit. Do e kemi këtë lidhje, është shumë e freskët, por le të vazhdojmë, jeta vazhdon edhe të vlerësojmë të gjitha ato gra të cilat kanë kontribuar në këtë qytet. Faleminderit të gjitha zonjave që kanë ardhur, se po shikoja ndej nga Dibra. Shoh nga Kosova, nga Prizreni, nga Prishtina, nga emigracioni dhe pjesa në fund të sallës, aktorë të nderuara, gazetari Merita e të tjera të tjera. Nga Istogu kemi. Prandaj i shërbejnë këto takime për t'u njohur edhe për të krijuar miqësi të reja, sepse po shoh që kemi edhe zonja të nderuara që unë të paktën po i shikoj për herë të parë. Ky është edhe qëllimi i angazhimit që kemi ne në këtë aktivitet. Megjithatë një prezantim shumë të shkurtër, njihen zonjat, patjetër që njihen, por për këshërinë e atyre që mund të vinë për herë të parë dhe ndoshta ndonjëra prej tyre nuk kujtohet ashtu siç duhet. Kozeta Zavalani, përshëndetje dhe mirë se erdhe, gjithmonë e pranishme në edicionet tona. Një gazetare shumë e njohur në radio televizionin shqiptar dhe një eksperiencë të jashtëzakonshme. Zonja e dytë është Alinda Shoshi, e cila është një biznesmene shumë e njohur, aktoria e mrekullueshme dhe mjeshtria e madhe Drane Xhaj. Përshëndetje. Gjithmonë e pranishme në këto edicione, nuk na braktis asnjëherë. Faleminderit që jeni këtu me ne. Unë them që fjalën t'ja japim të zonjës së shtëpisë, Farida, e cila do t'rregojë dhe ato vështirësitë se çdo të thotë bësh një edicion. Përshëndetje të gjithave, faleminderit që na keni ndëruar në këtë ditë të shenjtë, mund ta quaja. Margarita ndoshta na shikon për atë dhe shpresoj na uroj fat dhe sukses në aktivitetin tonë. Njerëzit të mëdhenj edhe kur shkojnë pranë Zotit kanë një dritë që nuk shumet kohë. Ajo dritë është përjetësia e saj. Dhe gracia ajo ka pak, po jo të humbura, sepse ka plot që ne dona mu ba si ajo. Hotel Colosseum duket se sot pëshën maram sa si herë. Nga petku i këtyne zonjave që kina këtu të ndëruara, të respektuara, që kanë dhënë shumë kontribut, janë vesh me një pet plot certifikata, plot çmime, plot vlerësime, plot angazhime, kanë bërë natën ditë me radhë, pra janë disa zonja që unë për veti edhe gjithë Shkodra përullet me respekt para magjisë tyne. Faleminderit shumë që jeni pjesë e Shkodrës. Lëvizja gratë për më mlera është një lëvizje vullnetare, dhe të kenë vullnetare, sinqerisht hekim shumë keq për me gjetë fonde për me ba të tilla aktivitete, dhe nuk janë pak 8 vite. Si mjetë kena vitin e 9, që bëhen 88 zonja që janë promovu në të në fushat. Ndoshta duhet me përmend, është lodhje me përmend ka shumë fusha janë duke fillu këngëtare, aktore, pedagoge, doktoresha, profesoresha, laborant, shoqëni civile, fotografe, ish biznesmene, ka plot dhe me thonë ish sportiste, artizane, avokate, të shoqërisë civile, ka plot zonja që unë jam mundu me marë, unë me gjithë stafin tëm jam mundu me marë në të gjitha fusha. Si mjetë kena dhe për herë parë një inxhinier e ndërtimit, e të ju kërku falje, pa në veju, në CV-n që keni sjellë, një CV shumë e pasën, unë jam detyru për efekt kohet me shkurtu shumë, jashtëzakonisht shumë, dhe nuk ishte pak për një inxhinier e ndërtimit me het një rresht, me het një pallat, me het një rrugë, për një përsërish me het një çmim, sepse janë tepër shumë, për një shoqëni civile me het një aktivitet shumë të madh, e të i marrë tana me radhë. Për një doktoresh të hek angazhimin e madh në shërimin e pacientëve, e tana zonja që janë këto, kanë dhënë kontribute të jashtëzakonshme. Ndoshta unë vetë nuk i kam njohur disa prej tyre. Dhe sinqerisht unë kam volontu për ta kam pasë sa më vlerë janë këto zonja. Dhe të 88 që na kena promovu deri tash. Shkodra është galeri vlerash. Shkodra ka plot. Po na mundohen nga një për secilën fush që të paktën stimulojnë disa fusha të Shkodrës.
Mune me ju përmend edhe grupin e punës, se asnjë punë nuk bëhet vetëm. Albana Halili, që është një e gatshme për çdo vit, e kam shumë krah të djathtë. Është Kozeta, një moderatore e mrekullueshme që Merita Çoba, është Daron Exhaj, është Kabajet Vishri, ky është stafi që unë përnoj që më sugjerojnë, japin mendime, kërkojnë, zbulojnë në gjetjen e këtyre zonjave, se siç e thash përpara, unë se jam shkodrane, nuk do të thotë se jam tonë Shkodrën. Bile gati 90% në zonjave sinqerisht nuk i kam njoftë. Por duke kam pyet shumë edhe kam menduar që vërtet këta zonja e meritojnë më vlerësoj. Faleminderit shumë dhe na shkoj marr për gjithçka. Faleminderit për prezencën e sekretarës së bashkisë, Zeuta Shala, që e keni këtu. Në gjithë të bashkia, do të rimu, po prezenca saj do të thotë shumë për qytetin. Faleminderit shumë. Para se vazhdojmë edhe I kemi darë gratë sipas kontributit të tyre në grupime të vogla për t'u prezantuar, ne kemi menduar së bashku me Faridën që përmes fotove të japim një përmbledhje se çfarë ka ndodhur për gjatë 8 edicioneve, pra ne jemi në edicionin 9. Faktikisht sa doli videoja për herë të parë, Farida. 15 minuta, se ishin ka shumë foto këto linjeve. Këtë vetë. Ne shkurtut, mersi shumë. Pastaj shkurtuam dhe një herë. Ju kërkojmë ndjesë si gjithë atyre zonja të nderuara që mund të jenë pjesë e grupeve, por nuk kemi foto individuale të vendosura për shkak të minutazhit. Dhe pa më përkohë, Amra, na paraqesit të mikro. Po mundohemi pa komente të tregoj se çfarë është bërë, pra pa një rëndësi edhe në kohën e Covidit, ne kemi pasur edicione të realizuara, por është shfrytzuar dhe mundësia përmes platformave Zoom dhe gratë ka jashtë me maska. Dhe se nuk e kemi harruar atë kohë, kemi dhe emocioni për editor. Ne kemi shfrytzuar të gjitha ambientet kryesore të qytetit të Shkodrës për studentët private, të cilat na kanë mundësuar në dëshirën e madhe për të realizuar këto evente. Aktualisht ndodhemi në Hotel Koloseu në qytetin e Shkodrës. Kemi pasur vazhdimisht mike të nderuara, ja ku kemi sërish me zonjën Margarita. Gratë ka marrë një trofe, pra çdo vit ne kemi pasur 10 grama të suksesshme. Ka qenë një komision vlerësues, Olga që do na mungoj, është vajza e zonjës Farida, aktualisht ndodhet në Alije, ishte pamundur që këtë edicion ishte na mungon edhe ajo sot. Por I penjim dhe saj si në të bëjmë në fakt vështirë ardhje sa herë që ne kemi nevojë. Ky aktivitet është përcjellur me emocione shumë të mëdha nga gratë, janë emocionuar, kanë qenë në fusha të ndryshme ashtu siç e tha me Farida më përpara, pra jemi munduar të marrim një prezencë çdo fushë I të zërit qyteti. Komisioni vlerësues ka bërë përzihen e tyre. Në bazë të kontributit që ka pasur. Ndoshta kontributi nuk ishte pikërisht I atij viti, por mbullohen fakte dhe të dhëna për këto gra, atje komisionit vendos që ato duhen vlerësuar. Dhe ku mendoj gjithë këto gra të vlerësuara dhe ky qytet është shumë I madh. Ndoshta më I madhi në Shqipëri. Silvana Braçi na ka respektuar disa herë në aktivitetet tona, sot si duke ka pasur pra mundur do të justifikojmë këto figura edhe për humbjen e madhe që ne patëm, të zonjës Margarita Çepa. Ka pasur dhe shumë gra takë nga diaspora enkas për aktivitetin. Na ka kënaqur shumë. Kemi shkruar shumë informacione, ka pasur gra që janë veshur me kostume kombëtare dhe në mbrëmjet tona nuk I kanë gjetur ato. Aktiviteti është shkruar edhe me një shëtitje nuk e di se do bëjmë sot, si një ajo të shiut, sepse kemi shkuar të gjithë së bashku në Shirok. Kaluar jashtëzakonisht punë, është bërë një shëtitje e këndshme, që jemi të gjithmonë kemi pasur tjetër. Gratë bile janë dalur te kura e vjetër nga punës dhe aty të gjitha së bashku, sepse ka qenë edhe kështarje minor Luka dhe Çanga, ka fituar do këngës shkodrane dhe gjitha I kemi fituar të gjitha së bashku.
përshëndetje dhe më parasisht edhe alegria e që i karakterizuar gratë. I falenderoj të gjitha subjekte që na kanë qëndruar gati, agjenci turistike që na kanë dhënë në dispozicion mjetet e tyre, për të mos munguar asgjë në organizimin e të tjera edicioneve. Kuptoj që një ndjekje jashtëzakonshme do ta theksoj Farida Ramadanit, po tani është shumë e qetë, po me disi çka hequr ajo. Është një aktivitet që sinqerisht po na i ndihmoi për me realizuar diçka të tillë, sepse e para është hysh në kërkimin e zonjave, të cilat e meritojnë për me kenë këtë kasë. E dyta është gjetja e fondeve që është shumë e vështirë dhe më lejoni ta them faleminderit zonja që keni qenë të gatshme në realizimin e këtij aktiviteti në mënyra të ndryshme. Unë kam qitë edhe në Facebook, nuk kam zërë edhe me thamë që unë kur dhe me ba aktivitet me gjithë më thojnë, ma se thuj, jam lypsarja ma mallë në shkolle. Unë veç të rkas, veç të thras, veç të kërkoj, si me realizu i diçka tjërë. Me që i koha është shumë e keqe, unë na kina një autobuse kina angazhu edhe një anije për me ba një shëtitje në Shirok, po vetëm fatkesive natyrore nuk e qajba. Më vjen keq jashtëzakonisht shumë, se i na angazhu maksimalisht në ju ba qefin edhe këtu, por pa mutën sot se patë se ishte koha. Më vjen keq për këtë. Faleminderit edhe herë gjitha zonjave. Shumë faleminderit. Kohët e fundit faktën në rrjetet sociale kemi krijuar admirim kur ajo është rrimë këmbër, të paktën kështu duket nga rrjetet sociale për arsimin si Mako. Ne do donim shumë, imagjinoj sigur edhe ta kishim këtu, gjë që është e pamundur, të paktën atë mundësi që kemi ne, mundësi që ka zonja. Megjithatë, sikur këngën e saj ta sjellim këtu, pra e duam në lumturinë, por që do t'jenë ata fëmijët e vegjël atje, që ngjajmë ata fëmijë që ne kemi parë te festivali i radio televizionit shqiptar kur e kanë shoqëruar të marrin parashikimi si Marku, i ftojmë këtu. Ata janë zënës nga shkolla vjeçare Hopi i Ri, që sa të bukur dhe zonja që i shoqëron është mësuesja Drita Zepi. E falenderojmë sepse në eventet tona her pas here ka sjellë grupin e saj. Pas ke si të vegjël, por pas kemi dhe të rriturit. Ma ndej shpresoj që do dali shumë bukur sot. Apo jo, një duar të vitit t'ju japim zemrën. Dashurin, lumturin e pafund dhe ëndra shumë. Ka një bot me ëndra, janë të vegjël shumë. Mos lëndoni nëna, syrin e pagjumë, të gjitha do i dhuroja, kaj të lumtur t'i shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë bërë. Vegjël shumë, mos lëndoni nëna, syrin e pagjumë, të gjitha do i dhuroja,
kaq të lumtur ti shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë ban. Të gjitha do i dhuroja, kaq të lumtur ti shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë ban. Mos ja u prishni lumturin, mos ja u prekni dashurin, as kërkush mos ta provoj se në natyre jon. Fjalët e kudo në botë, sjellë zemra dashurin, mirë me qesje që si thot, se në linjerin. Kjo dorë që tu di ndjekin, gjithë botën e gëzon. Mirë, atëherë besoj jemi në momentin kryesor të aktivitetit, prezantimi 5 grave të para. Ne kemi përgatitur një video të vogël, ku ashtu siç e tha Farida, kemi shkurtuar shumë tituj edhe të tjera, por është e pranueshme minutazhi për të gjithë audiencën këtu për të kuptuar këto grave, për si kanë këto merita. Ndiqim videon e parë. Orieta Cungu. Më shumë se 20 vite me organizatën shqiptare të urdhrit të Maltës, Malteser Shqipëri, me qendër në Shkodër. Kontakti i saj parë ka qenë si vullnetare në ndihmë të refugjatëve kosovar të ikur nga lufta e vitit 1999. Drejtuese e Departamentit Social dhe koordinatore për nxitjen dhe zhvillimin e vullnetarizmit tek të rinjt në qarkun Shkodër e Lezhë. Diplomuar në Fakultetin e Shkencave Shoqërore në Universitetin e Shkodrës, në programin Histori Gjeografi, pastaj ka ndjekur specializime në fushën e edukimit dhe atë sociale brenda dhe jashtë të vendit. Ka kryer master i nivelit të dytë në sociologji në Universitetin Europian të Tiranës. Koordinuar për 2 dekada zbatimin e projekteve sociale dhe edukuese në veri të Shqipërisë, me tematika si nxitja e vullnetarizmit tek adoleshentët dhe të rinjt, organizim në kampeve verore për fëmijët në nevojë, trajnimet të ndihmës së parë për nxënës të shkollave publike në Shkodër dhe Lezhë e të tjerë. Është përfaqësuese për Shqipërinë e Malteser Youth Network në SI. Ka marrë titullin mirënjohje nga Urdhri i Maltës me motivacion për kontributin e dhënë në misionin humanitar në Beregovo, Ukrainë. Është pjesë aktive e lëvizjeve të shoqërisë civile për kauza të ndryshme, nën e 2 fëmijëve. Shumë faleminderit Zoja Farida që më keni përzgjallë mu, faleminderit Kozeta. Faleminderit ju që keni punuar kaq shumë për Shkodrën tonë. Unë jam shumë e nderuar me këtë çmim, por njëkohësisht si përfaqësuese e organizatës Malteser, desha me ju falenderu që ju na keni nderuar me këtë çmim, sepse ky çmim shkon për kontributin e kësaj organizate, që është një kontribut 30 vjeçar, që nëpërmjet programeve dhe projekteve të ndryshme kontribon në forcimin e vlerave dhe zhvillimin e komunitetit, jo vetëm në Shqipëri, por jo vetëm në Shkodër, por mbar Shqipërinë për 30 vitesh. Dishta me thonë që ky çmim shkon edhe për gjitha varzat, edhe gratë që kanë kontribuar tek organizata jonë dhe vazhdojnë e kontribojnë. Jo vetëm ato të punësumet, por edhe ato që kanë vullnetarizuar për vite me radhë. Faleminderit shumë. Ju urojmë dhe motivacionin, atë lëvizja gratë frymojnë vlera, zonjës Orieta Cungu, ju nderoheni për punën dhe kontributin tuaj ndër vite në qytetin e Shkodrës, drejtuese e lëvizjes Farida Ramadani. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.
Ndërkohë që do kalojmë tek zonja e dytë, pra pas zonjës Orida Cungu do të vijoj zonja Vitore Deda. Vitore Deda ka përfunduar Universitetin e Mjekësisë me rezultate shumë të mira. Për këtë duke besuar në aftësitë e saj, i ofrojnë pozicionin e asistent pedagoges dhe specializimin. Për fat të keq, nevoja financiare e detyruan ta refuzonte dhe filloi punën pas fakultetit. Që e vogël dëshira e saj ishte të bëhej mjeke dhe i arriti qëllimit. Shkollën e mesme profesionale mjekësore e kreu në Vlorë me rezultate të shkëlqyera, duke marrë edhe bursën e vetme për vazhdimin e shkollës së lartë. Jeta e saj profesionale filloi në zonat malore, pastaj me urgjencën e poliklinikës për 20 vite me radhë, duke vazhduar në qendra të ndryshme shëndetësore të lagjeve të ndryshme të qytetit. Ka marrë pjesë si vullnetare në zona rurale, në shërbim të komunitetit, si nga ana mjekësore ashtu dhe dijedhënëse për nënat e reja. Humanizmi, profesionalizmi, vullnetarizmi dhe ndjesia ishin cilësitë e saj gjatë gjithë karrierës në përkushtim maksimal ndaj pacientëve, të cilët kanë qenë me mira. Me sa duket, betimi i Hipokratit ka qenë i rrënjosur të thellë te kjo doktoresh gjatë gjithë karrierës së saj si mjeke për të shërbyer me tërë forcën e shpirtit. Vazhdon pa u lodhur në qendrat shëndetësore verore, ku fluksi pushuesve është shumë i madh dhe shërbimi pa kohë të caktuar. E ftojmë zonjë Vitore këtu. Unë e kujtoj që fëmijë nuk pas kanë ndryshuar fare. Ecin vitet. E fresë dhe e mirë si gjithmonë. Rina e dashur, për tanë kontributin tuaj, ndoshta kja shumë pak sa duhet me ju dhanë ju. E keni dhanë shumë Shkodrës. Faleminderit shumë për vlerësimin, respekt dhe mirënjohje të papame. Faleminderit ju për tanë vullnetin që keni pas në shërbim pacientëve. Faleminderit shumë. Mirë. Do kalojmë me një zonjë tjetër, Anila Hetoja. Anila Hetoja. E lindur në qytetin e Shkodrës, arkitekte e brendshme dhe piktore e talentuar. Ka përfunduar studimet në artin pamor në Toronto, Kanada. Ka hapur 5 ekspozita personale brenda vendit, gjithashtu ka debutuar me artin dhe përvojën e saj artistike në ekspozitat si në Festivalin Ndërkombëtar të Artit të Grave, Frida, Art Expo Pay, Straight and Friends, Sallon Vjeshte, Arti Zanave, Simpoziumi 9 Ndërkombëtar i Artit Struga 2024, Tetori Roz në Galerinë e Arteve Gjilan, Artisti për artistët pranë ambasadës së Republikës së Kosovës në Sofje, Karvani Artistik, ekspozit me rastin e pavarësisë së Kosovës dhe ka marrë pjesë gjithashtu në shumë aktivitete ndërkombëtare në Gjermani, Bullgari, Maqedoni dhe Kosovë, duke konfirmuar pasionin dhe angazhimin e saj në botën e artit, me një krijimtari që përshkon kufijtë e imagjinatës. Anila vazhdon të ndikojë, të frymëzojë shumë artistë të rinj, duke ofruar një perspektivë të freskët për zhvillimet e reja artistike në rajon. Beson se arti është një mjet i fuqishëm për shprehje personale dhe sociale. Ai ofton publikun të rrethojë artin dhe t'i përgjigjet emocionit përmes estetikës, vizionit dhe kreativitetit dhe vazhdon të eksplorojë forma të reja të artit pamor. Okej. E ftojmë Anilën këtu. Te Anila dy gjëra më bën përshtypje. Studimet në Toronto, por është kthyer dhe ja ku e kemi në Shqipëri. Dhe një zonjë shumë elegante. Ju falenderoj. Jam shumë emocionuar në fakt që jam sot këtu mes jush. Rikthimi im në Shkodër mbas shumë viteve emigrim, mbasi mbarova studimet, në fakt gjëja ime e parë që ishte të kthehesha në vendin tim, të kontribuoj edhe unë si qytetare e thjeshtë. Nuk je penduar që ke ardhur. Jo, as pak. Fare, thua sinqerisht apo? Por këta që i kthehen, këta që janë gra me vlera, japin kontribut edhe herë në vendin e Dhe tyre. aq Është tepër bukur. Po, kur emigron e ndjen tamam atë dëshirën, dashurinë që ke për vendin tonë dhe për kontributin që gjithë secila mendoj që kemi dhënë. Unë besoj shumë fort që gratë janë arkitekte të shoqërisë dhe cilat kanë dhënë dhe kontribuar për shoqërinë tonë që jemi sot këtu në fusha të ndryshme.
Për mua është një ditë e veçantë sot, për të ardhur drejt këtu jam e sigurt që secila nga ne ka pas një vërtetësi shumë të madhe dhe për këtë do doja shumë në fakt të falenderoja familjen time për kontributin. Kam këtu vajzën time që po më emocionon shumë. Vajza jote, Vita Marina. Është aty. Ajo aq e madhe për si motra jote. Rriten, fëmijët rriten. Bravo, Rita. Ju falenderoj shumë, jam shumë e nderuar. Një falem veçantë në fakt shkon edhe për zonjën Farida, e cila është një grua e hekur do të thoja. Nëse do më pyesni sot si artiste se si do ta piktoroje këtë telajo, në fakt do të piktoroja me një fushë me lule, një ylber që shkëlqen dhe rezatimi i gjithë këtyre luleve dhe një siluet gruaje që mban një buçet me lule dhe krahasimi është kjo zonjë e hekurt që mban këtë buçet me lule me gjithë këto zonja dhe që çdo vit për vit i shton nga një filis të ri. Ju falenderoj, një duartërvitje për ju, për kontributin tuaj. Sukses e mbarësina ke emocionuar shumë bukur kur kthehesh në vendin tënd dhe kur kontribon sadopak. Vërtet vlen me vend fjala e Nën Terezës tonë të shenjtë, shqiptares tonë, kur thot bëni gjëra të vogla me dashuri të madhe. Faleminderit. Faleminderit shumë. Sukses e mbarësi. Po ja, këtu ke dhe kolegen tënde që është kthyer. Ja, ku kemi dhe një zonjë tjetër, po do flasim më pas si është kthyer dhe ajo. Okej, mirë, do kalojmë te një zonjë tjetër, Florinda Hilaj. Florinda Hilaj ka mbaruar Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, dega ndërtim, diplomuar Fakulteti i Shkencave të Natyrës, dega fizike përgjithshme. Licencuar pranë Ministrisë së Punëve Publike, Transporteve dhe Telekomunikacionit. Licencuar pranë Ministrisë së Punëve Publike, Transporteve dhe Telekomunikacionit për mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Licencuar pranë Ministrisë së Punëve Publike, Transporteve dhe Telekomunikacionit për punime zbatimi. Punon pranë Bashkisë Shkodër në Drejtorinë Ekonomike të Arsimit, Drejtorinë e Urbanistikës. Ka punuar pranë ujësjellësit Malësie Madhe në rolin e kryenxhinierit në organizatën Kafot, Albania, si koordinatore e Departamentit të Infrastrukturës për zonën e Veriut. Në shoqërinë ndërtimi në zbatim dhe projektim në Shkodër dhe pranë OIQ-ve të ndryshme si Kafot, IRK, KFDA e të tjerë. Ka kryer disa zbatime të objekteve social-kulturore dhe shëndetësore, supervizione dhe objekte social-kulturore, rrugë ujësjellësa e të tjerë në Shkodër, Tiranë, Lezhë, Malësie Madhe, Puk e të tjerë. Planifikime strategjike, rajonale dhe profilim komune, komunikim e të tjerë. Aftësi digjitale, procesim informacioni, komunikim, përdorimi të dhënave e të tjerë. Pjesëmarrëse në disa konferenca në Shqipëri dhe jashtë saj. Ftojmë zonjën Florinda këtu. Nëse ne të gjitha bëjmë foto me lule mrapa, mua më ka pëlqyer që gjitha fotot me objekte që ndërtojnë, sa fantastike kjo. Kja është zonja në ata zonja që ndoshta janë në heshtje. Unë e para nuk e njihsha, po kur kam pa CV-n e saj jam befasu sinqerisht. Edhe kjo është ajo zonja që më do të në CV me hek një rresht, një pallat, edhe një rresht, një rrugë, një ujësjellës e me radhë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju për gjithë angazhimin dhe vlerësimin që na bënë. Ju falenderoj gjithë pjesëmarrësve dhe gjithë gratë dhe femnat e qytetit tonë që kontribojnë dhe ju që i vlerësoni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Sukses dhe mbarësi. Mirë. Nëse pjesa më e madhe e zonjave nga Shkodra kanë nga qyteti, kemi një zonjë që ka ardhur nga Kelmendi dhe që është embleme e Kelmendit. Pa humbur kohë, Dila Vaçaj. Dila Vaçaj ka mbaruar shkollën profesionale të mësuesisë dhe ka punuar mësuese në Kelmend për 40 vite. Me nxënës është marrë duke ju edukuar atyre trashëgimin kulturore folklorike dhe veshjet e kostumeve kombëtare, xhobletë dhe çakshir. Në 2006 ka themeluar shoqatën kulturore Jehona e Kelmendit, ku ka qenë shumë vite aktive në festa dhe koncerte si brenda dhe jashtë vendit. Shumë vlerësime dhe disa mirënjohje nga Ministria e Arsimit vlerësuar si mësuese e dalluar. Për organizimin e logut të bjeshkëve të Kelmendit dhe trashëgimin kulturore, shoqata dhetare Malësie Madhe
Ora e Maleve e kanë vlerësuar me çmimin e lartë për ruajtjen dhe kultivimin e xhubletës shqiptare në UNESCO. Kuvendi Komunal PEI, Shoqata Logu i Bjeshkëve, Kuvendi Kombëtar i Alpeve për meritet e mëdha në promovimin e vlerave të etnokulturës e të tjerë, ka marrë pjesë në aktivitetet festa fetare dhe tradicionale të zonës, 28 dhe 29 nëntori në Kelmen dhe Kosovë, Skënderaj, në festivalin Bar Kombëtar Gjirokastër, në Vuthaj, Kënga Shqipe na bashkon, në Vitoj, Rapsodia Popullore, në Logun e Bjeshkëve të Kelmendit, në Tiranë është një festë e përvitshme organizuar nga Azgan Aklej e të tjerë. Ajo nuk pushon asnjëherë në promovimin e trashëgimisë kulturore kombëtare. Atëherë, Tojnë Bila Baçaj, një promovuese e jashtëzakonshme e xhubletës shqiptare dhe arkiva e saj është një pasuri e jashtëzakonshme jo vetëm e Kelmendit, por dhe e gjithë Shqipërisë. Me 10 xhubleta qëndrojnë të arkivuara. Shumë mise, shumë aktivitete që ne adosh me ashika i reshtana, po janë gra që kanë një civite jashtëzakonshme, sinqerisht. Faleminderit shumë, unë kam kënaqësinë dhe nerin që jam mes tyre zonjave të mrekullueshme të qarkut Shkodrës. Megjithatë, jam shumë e vlerësuar nga ana juaj, zonja Faida, që nuk e keni harruar zonën e veriut më të largët të Shqipërisë, Kelmenin, e keni marrë një personazh që diçka ka dhënë dhe është munduar me kontribua për zonën dhe për rrethin e malësisë madhe. Shumë faleminderit. Faleminderit. Malësi dhe do shihemi sërish në festat e mëdha të bukura në Kelmend. Atëherë bëhet fjalë për një vajzë vogël simpatike të këndshme, paskart me mamin e vet, tani e pash. Bëhet fjalë për një vajzë shumë të talentuar që është Ambla Demushi, e cila është këngëtare e re dhe e talentuar që tërhoqi vëmendjen në Albania Got Talent me këngën Shaj. Nuk e dija të këndoj, të goditesh brenda fort nga një shkëndi e bukur dhe e trisht. Se të rrite dhe të lo, reziston që t'ale shosh, të jep ndjesi që nuk ka përfundi. Unë dua ta Beshon që nuk e mbaj dot, po më tërhet qa jo zvar, më vjen që ta ato që s'mund t'anaj, e më bukën jetëm me t'faj. Ka diçka më tjetër sot, brënda me e por më kon, të ullë ras, ja fara po t'a vras. Nuk e di si t'a gjykoj, më dobur e duroj, e ka një qmim, këpeng e shpirtit tim, unë dua ta shoh, beshon që nuk e mbaj dot, po më tërhet qa jo t'var, më vjen që ta ato që s'mund t'anaj, e më bukën jetëm me t'faj. Bravo. Shaj, shaj, shaj. Më vjen që ta ato që s'mund t'anaj, po më bukën jet me t'faj. Bravo. Tani
pjesëmarrje. Me bazën muzikore, por e shijuam zërin live. Prandaj ishte shumë e rëndësishme apo jo? Okej, shijuam. Faleminderit shumë. Mirë, do të kalojmë të 5 gratë të tjera të vlerësuara. Pra ne kemi prezantuar 5 të parat, do të jenë 5 të tjera. Do të kemi 6 faktikisht në vinësi. Besoj gjithë keni kryer qoftë të vetme tek njëri nga rrjeti i supermarketeve Xhedis në qytetin e Shkodrës. Kështu që është momenti për të prezantuar zonjën Diella Gjoni. Diella Gjoni. E lindur në Shkodër, një familje të thjeshtë, por shumë punëtore. Nuk ju ofrua mundësia e shkollimit të lartë, por me shumë vullnet e me aftësi të forta, mendoi për menaxhim, strategji dhe udhëheqje të krijojë një biznes familjar, supermarketin e parë, një risi për atë periudhë në qytetin e Shkodrës në vitin 2003. Ajo rrit së bashku me biznesin çdo ditë, duke e krijuar strategji të reja, duke dhënë besim dhe siguri te klientët në gamën e produkteve dhe gjithashtu duke u bërë dhe burim punësimi për shumë njerëz që me përkushtim vazhdojnë dhe sot e kësaj dite të punojnë në këtë biznes. Biznesi sot mban emrin Xhedis, që lidhet me emrat e fëmijëve si një shenjë për të treguar dhe lidhjen shpirtërore të punës së përditshme dhe përkushtimit. Nën e 3 fëmijëve, ajo ndërtoi një familje të shëndoshme për kushtimin e saj. Sot numërohen 10 pika supermarketesh, një pasiceri, një restorant, një bar dhe 2 furra buke, gjithashtu dhe mbi 100 punonjës. Një ndër shtyllat kryesore për një biznes të këtij niveli është menaxhimi i burimeve njerëzore, të cilën e menaxhon vetë ajo, duke qenë zgjidhja për çdo problematik në punë me të njëjtën frymë si në fillimet e para. Komunikimi, shërbimi dhe modestia janë pikat e saj më të forta. Të përshëndeset e bashortit tuaj, sepse të dy kemi krijuar një çift ideal edhe në jetë, po dhe në angazhim të ndryshme, nuk është gjë e vogël. Është kënaqësi me thënë drejtën djem sot mes këtyre vajzave dhe grave të mrekullueshme që po lanë gjurmë në karrierën e vet. Kur zonja Faride më bani ftesën, më ftoi për një kafe dhe po më tregote, edhe me kënaqësi normal po marrsha pjesë, edhe po më tregote për ecurinë e evenimentit që ka, edhe më thotë që do të merr një edhe nga një trofe. Edhe me thënë drejtën këtë trofe nuk e shikoj vetëm në aspektin personal, të arritjeve personale, por e shoh më shumë si një burim për të tregu sakrificat e femnes, për të tregu se puna, përkushtimi vlerësohen me atë që meriton normal. Falenderoj shumë zonjën Faride, edhe ju uroj suksese gjithave ju. Shumë faleminderit. Xhedis, edhe ju përgëzoj për faktin se shumë të rinj keni punësuar. Jeni gjetur zgjidhje për shumë familje në Shkodër, kështu që përgëzime edhe në këtë drejtim. Shumë faleminderit. Faleminderit. Mirë, do të vijojmë me një zonjë të nderuar, zonjën Miriam Dibra. Miriam Dibra. Profesore në Universitetin e Shkodrës Luigjë Gurakuqi, diplomuar në fushën e marketingut në Fakultetin e Ekonomisë së Universitetit të Tiranës dhe master ekzekutiv në marketing turizëm. Fiton gradën shkencore, doktor në shkencat ekonomike, gradën akademike, profesor i asociuar në ekonomi, pedagoge e Departamentit të Turizmit në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Shkodrës Luigjë Gurakuqi. Ka eksperiencë në mësimdhënie dhe jashtë vendit, si në Universitetin e Karolinës së Veriut, në Pembroke, në Universitetin e Karolinës Qendrore, në Kolegjin Sand Hills Community të Karolinës së Veriut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Universitetin e Pragës të Ekonomisë dhe Biznesit, në Universitetin e Vidzem të Shkencave të Aplikuara në Letvia. Ka qenë anëtare dhe sekretare e Senatit Akademik të Universitetit të Shkodrës. Për 4 vite ka drejtuar Departamentin e Turizmit në Fakultetin Ekonomik të këtij universiteti.
antare dhe sekretare e Komisionit të Përhershëm të Dhënies së Gradës Shkencore, doktor pranë po këtij fakulteti. Pjesëmarrëse dhe eksperte e turizmit në një sër projekte shkombëtare dhe ndërkombëtare, autore e mbi 40 artikujve e referimeve shkencore në fushën e zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm. E ftojmë profesorën këtu. Kur shoh ka shumë rezultate, the me vete, mjaftojnë 300 vite për t'i bërë këto. Ka marrë zonja çmime, vlerësime, nuk e di, shpresoj që edhe këtë jetë në ata vlerësimet tuja, po të vlerësohesh në Shkodër për angazhimet tuja edhe për tonat pet bukur që të ka vesh, është gjashtë më bukur. Faleminderit. Shim lejoni unë si pedagoge, jo vetëm që japim leksionin, po ne transmetojmë vazhdimisht mesazhe ndaj shoqërisë, po sidomos ndaj të rive, dhe unë sot këtë duat që ta bëj. Që nuk do të zgjatem shumë, por kam dëshirë që t'ja transmetoj. Atëherën, është ndër dhe emocioni veçantë, jem sot këtu me zgrave që nderuara televizjes Gratë Frymojnë Vlera, që vlerësohen për kontributin e tyre, vlerat që mbartin e që përpiqen të përçojnë punën e palodhur që bëjnë çdo ditë secila në fushën e vet me plot dinjitet dhe përkushtim. Me përurësi dhe mirënjohje pranoj këtë vlerësim që më rikujton çdo hap, çdo fjalë, çdo përpjekje e jona si gra ka peshën e vet dhe fuqin për të ndryshuar realitete. Momentet të tilla ne na motivojnë dhe na inkurajojnë për të mos të lodhur asnjëherë dhe për të vazhduar për të dhënë një kontribut për qytetin dhe komunitetin e ton aty ku punojmë dhe në qytetin ton ku jemi rritur dhe edukuar dhe ku kemi zgjedhur të jetojmë e të punojmë vazhdim. Faleminderit dhe mirënjohje pafund për nismen Gratë Frymojnë Vlera, në veçanti për zonjën Farida, që ka krijuar tashmë një tip tradite e konsoliduar dhe që vlerësohet jo vetëm këtu nga Shkodër, por edhe më tej. E ku më mirë se në Shkodër kjo traditë më rrihet në një qytet që na frymëzon me figurat e veta, vajzave që kanë lënë gjumë në jetën e këtij qyteti. Shoqëria jonë të rinjt kanë nevojë për modele konkrete, të prekshme, njerëz që jetojnë me to mes tyre, njerëz të zakonshëm që përpiqen me dinjitet dhe pa ndjerë të jenë pjesë aktive e përditshmes të këtij qyteti. Urojmë të kemi ndihmuar sadopak në krijimin e këtyre modeleve që pranohen dhe përshtaten për vlerat që kanë në komunitetin tonë. Për mua sot kjo është një ditë e veçantë, largimi 8 vite nga kjo jetë të vajzës time të shtrejtë dhe të paharruar e ditë, që më bëri të shtrëngoj fort jetën dhe të eci përpara me dinjitet për të realizuar amenetin e saj. Faleminderit sërish për vlerësimin. Uroj gjithë zonjave dhe zonjushave që nderohen sot, ju uroj shëndet dhe shumë energji për të vazhduar me plot dinjitet dhe përkushtim rrugtimin e tyre. Faleminderit. Faleminderit për këto emocione të bukura që na dhe. Faleminderit për kontributin tënd, faleminderit për çdo gjë që ke bërë për Shkodrën, për familjen tënde dhe këta emocione ishin shumë të fuqishme. Faleminderit gjithçka për ju. Faleminderit. Atëherë një zonjë tjetër do të vi për ne, është zonja Albana Kraja. Albana Kraja. Albana Kraja është figurë e njohur në fushën e medias, biznesit dhe aktivizimit social. E diplomuar për gazetari dhe komunikim, vijoi studimet për master në zhvillim rajonal. Karrierën e saj në media nisi në Antena Nord Televizion, një deg e Vision Plus. Pas një periudhe në Tiranë, u rikthye në Shkodër për të ndërtuar një biznes të saj. Në vitin 2016 u bashkua televizioni Star Plus, ku vijon të jap kontributin e saj në menaxhim dhe marketing. Në bashkëpunim nxorën në treg gazetën Shkodrinon, e vetmja në qytetin e Shkodrës. Ka kontribuar në promovim në disa nga bizneset e qytetit të Shkodrës përmes emisionit Shkodra Biznes në televizionin shqiptar. Karriera e saj është ndarë midis gazetarisë dhe biznesit të verave, ku është përfaqësuese e Vertigo Wine për qarkun e Shkodrës dhe Lezhës. Është gjithmonë lobuese për të drejtat e grave dhe një zë i fuqishëm në luftën për barazinë gjinore. Pjesë e forumit të gazetarëve të Shqipërisë, me fokus të veçantë në promovimin e barazisë gjinore dhe fuqizimin e grave në media e shoqëri. Nënë e 2 fëmijëve dhe një bashkëshorte që balancon me sukses karrierën dhe familjen, është një shembull frymëzues për gratë që duan të ndjekin ëndrat e tyre.
Atëherë ktoj këtu kolege. Urime dashur. Shumë faleminderit. Jeni dy fusha, pavarësisht. Në biznes edhe në media. Njëherë duhet përgëzoj gjitha gratë këto, se gjitha janë gratë të cilat kanë kontribuar në qytetin e Shkodrës, gratë të forta dhe shumë të zonja. Falenderoj zonjën Farida, e cila bën këtë aktivitet për kjo lëvizje ka vërtet shumë vlerë, pasi duke risjell kontributin e këtyre grave, tregon se sa rëndësishme janë këto për jo vetëm për qytetin, por për gjithë komunitetin. Faleminderit. Faleminderit, suksese të marsi. Mos u shkëput nga media, sido që të shkoj biznesin kratë e tjera. Mirë, do të vijojmë me një artizane, respektojmë gjithashtu një bashki që kemi gjitone e thëndryshe, bashkinë e Vau të Dejës, bëjt fjalë për zonjën Mariana Jakini. Mariana Jakini, lindur në Mnele Madhe, në një vend plot tradita, të cilat ajo ka vazhduar të ruaj dhe sot, e ta përcjell tek brezat e ri. Një artizane e cila me duart e saj të arta krijon veshjen tradicionale. Me eksperiencë ndër vite ka arritur të bëjë me përsosmëri punën e saj ku çdo ditë ja kushton traditës. Veshja mirditore është shpallur vlerë kombëtare e mbrojtur, si ndër kostumet e ruajtura me fanatizëm, pa u ndikuar nga kuazimet ballkanike dhe më gjërë. Kjo veshje transmeton autenticitet, bukuri dhe dinjitet. Është trashëgimi i liro arbërore dhe shqiptare ndërshekuj. Mariana ka një biznes të konsoliduar pikërisht në prodhim, shitjen dhe dhënien me qeran të kostumeve tradicionale mirditore në qendër të bashkisë Vau Dejës, të quajtur Trendi Tradit. Merr pjesë në panajire të ndryshme në Kosovë dhe më gjërë, e ftuar në shumë intervista ku ka promovuar punën e saj mjaft të spikatur dhe të preferuar. Trupa e sradës Gura Popullore në Top Channel, të cilët përfaqësonin Vaun e Dejës, u veshën me punimet e saj, ku dhe Mariana kishte rolin e krushkës së nuses mirditore. Gjithashtu është anëtare e shoqatës Mirdita dhe artizanet e Vau Dejës. Punimet e saj janë të njohura jo vetëm në vendin tonë, por dhe në disa shtete në Europë, Amerikë, Angli e të tjerë. Ftoj patriotën time këtu, pra po bëhen bashkë dy mirditore. Urime dashur. Faleminderit shumë. Është nësi për mua që të jem mes këtyre vajzave dhe grave të mrekullueshme. Ju falenderoj. Faleminderit që jeni pjesë e këtij kasti edhe faleminderit për ton punën tënde, që puna jote po shkon edhe në Amerikë, në Angli, në tanë Europën punimet tuaja, kështu që janë shumë të vlerësuara. Shumë faleminderit për vlerësimin. Faleminderit. Dhe tani është radha një mësuese të palodhur, e ka qenë dhe në pozicione drejtuese, por që e ka pikë të dobët e thënë ndryshe angazhimin me nxënësit e saj. Bëhet fjalë për mësuesen Rozi Sterkaj. Rozi Sterkaj. Mësuese Rozi sot drejtore e institucionit arsimor. E lindur në një familje me prindër mjek e infermier, ajo ka trashëguar prej tyre humanizmin dhe shpirtin inovativ. I ka dhuruar shkollës String Smiley mbi 15 çmime, ndërto 11 çmime të para, siç janë çmimet e fjalës artistike, organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia, në konkursin për biodiversitetin, organizuar nga Bashkia Shkodër dhe World Vision, në konkursin Libri, Miku im, organizuar nga Bashkia Shkodër. Ajo është autore dhe regjizore e dramës Mirë se vini në këtë natë të madhe, e cila fitoi çmimin e parë në Festivalin Folklorik Rajonal. Përveç se drejtuese dhe inovatore, si krijuese ajo solli edhe librin didaktik Treni i shkronjave të arta, në ndihmë të klasave të para. Në një vit e gjysmë drejtimi, ajo i dha shkollës një tjetër pamje, e cila tërhoqi vëmendjen e mediave. U krijua biblioteka multifunksionale, u implementua sistemi Smart Lab, u botua gazeta e shkollës dhe u krijua garderoba e shkollës. Një varg aktivitete shmadhështore që gjallëruan jetën në shkollë. Oborret e shkollës u gjelbëruan dhe u sistemuan bukur, me përkushtimin e saj të palodhur. Ajo vazhdon të ndërtoj projekte që sjellin vlerë dhe ndryshim, duke mbetur një figurë frymëzuese për të gjithë. Vuar
pari, kur dilin këto zonja dhe emocionoheshin, ti po loteshe më shumë nga të gjitha. Do t'jesh natyrë shumë e ndjeshme? Normalisht që jam. Është një ndjesi e veçantë thjesht sot këtu, mes grave që frymojnë vlera. Mes atyre grave që i japin Shkodrës dritën e tyne. Dje që Shkodra ka lindur gra dhe burrat mëdhenj dhe të jesh sot e përzgjedhur mes gjithë atyre grave të jashtëzakonshme që ka Shkodra, nuk është vetëm një nder, është një bekim, por është një përgjegjësi shumë e madhe. E pranoj me përullësi, duke e parë jo si një vlerësim personal, por si një dëshmi ku tregohet se kush punon, shoqëria din ta vlerësoj. Më kujtohet një fjalë nanës time, thënë gegnisht, nan, kush punon, i del në faqe. Sot është dita, ta nanat janë madhështore. I dedikohem shumë asaj për gjithë vlera që ka transmetu një jetën teme. Edhe sot është dita për me reflektu për të shka mund të baj ma shumë e ma mirë për të ruajtur këto vlera, për t'i transmetuar ata dhe për të qenë më të forta dhe për të qenë, do të thënë, çdo sfidë jona të jetë një mundësi për me kenë edhe për me ndrit edhe më tepër. Duke falendëruar shumë për gjithë këtë vlerësim, zonjën Farida dhe gjithë ata që kanë dhënë mendimin që unë të jem këtu sot, dua t'ju uroj gjitha këto gra që me vlerat e tyne i napin e bëjnë Shkodrën edhe botën më të bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Atëherë do ndjekim videon e zonjës Eriana Rusi. Eridana Rusi, diplomuar në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë, ka përfunduar kursin e specializuar në mjekësi familjare në Glasgow, Skoci, e specializuar në psikiatri në QSUT. Ka ndjekur një trajnim për menaxhim shëndetësor në Universitetin Zonja e Këshillit Mirë, e për leadership dhe health network në Lugano, Zvicër e të tjerë. Me angazhime klinike dhe drejtuese, një rol të rëndësishëm si pikë fokale për shëndetin mendor në Shkodër, për projektet mbi kurbat e rritjes dhe kequshqyrje në kuadër të USAID. Pas ndjekjes së kursit Leonardo da Vinci, Eurakt ka shërbyer si trajnere kombëtare në fushën e mjekësisë familjare. Disa vite ka dhënë mësim si pedagoge e jashtme në Universitetin e Shkodrës Luigjë Gurakuqi, degën e infermierisë. Eksperienca profesionale filloi si mjeke e familje në lagjen Perash për afro 10 vite, duke ofruar shërbime të drejtpërdrejta për komunitetin. Më pas në drejtorinë e shëndetit publik Shkodër, si specialiste dhe nëndrejtore teknike e angazhuar në politika dhe menaxhim të shëndetit publik. Ushtron detyrën si mjeke psikiatre në shërbimin e shëndetit mendor Shkodër, mban edhe pozicionin e shefes së shërbimit. Një karrierë prej 30 vitesh në shërbim me devotshmëri ndaj pacientëve të shumë, ku është karakterizuar me aftësi profesionale, komunikim me pacientët dhe për modestinë e saj. Faleminderit. Shumë faleminderit. Është një privilegj me kanë mes tonjosh. Është privilegj që më kanë zgjell, me thonë drejtën për mua ka kanë surprizë. Me thonë drejtën kjo është edhe përgjegjësi, sepse përderisa janë zgjell ti duhesh me vazhdu me punu me të njëjtin ritëm, ndoshta edhe më shumë. Arritjet këto i dedikohen familjes, i dedikohen gjithë kolegëve, të gjithë bashkëpunëtorëve për 30 e so vite punë që unë kam bërë, kështu që një falënderim shkon për tonë. Unë thamë na si gra, kena dhe detyren që me kanë modele për familjen tonë, për fëmijët tonë, që në rrugtimin që kanë bërë. Edhe për fatin tëm, janë i prej fëmijëve morri rrugtimin tëm, kështu që e falenderoj. Atë sa të kam prezent, edhe ka shty shkumjen e saj në Gjermani me kanë prezent sa të këto. Ju falenderoj tonëve, urime një shëndet mirë
edhe një shëndet fizik, një shëndet menor. Kur keni nevojë, na i tuj. Për Eridanën kam një diçka ndoshta krejt personale, se ka ndërparat që unë kam përzgjedhur sepse ka zanatin e të ndjerit bashortit tem dhe normalisht nostalgjia është për këtë fushë dhe mas pak ditëve më tha, unë nuk du mu paraqit se kishte një problem, merdi keq, mandej tha, nëse më pret deri në këtë datë, i thash, unë do të pres, me ditë se e lanë fund krejt, i thash, do të pres. Kështu që faleminderit që i more pjesë. Faleminderit për jo, shumë faleminderit. Hajdini vajza, hajdini edhe ju bukur tona, hajdi këtu shpejt. Hajdi përsëris. Faleminderit që kena pas permish në për çdo vit. Që në ta shpejtë voti për mundin. Jesh për pjesëmarrje, falenderoj shumë. Faleminderit vajza, ju bëni të bëni më bukur. Që të marrin pjesë disa vite rresht me përshëndet këto zonja që me mundin me djersën e tyne kanë që njës Shkodrën
familjen, fëmijët e tyre, bashkëshortin, edhe çdo gjë që ne na duhet. Të tona janë bone me dorë prej mësuesve, është diçka shumë e bukur që në kupin edhe traditën, por edhe diçka shumë e bukur edhe për të parë, edhe për të vallëzuar, edhe simbol. Faleminderit shumë. Ne do të kalojmë në disa përshëndetje, por do t'i lutesha që në fillim zonjave të nderuara, për shkak edhe të programit të ngjeshur që kemi ne prapë, vijon aktiviteti, përshëndetjet janë sa më shkurt, kësaj radhe i lihet një hapësirë e posaçme diasporës. Gjoj Jakaj. Okej, e kemi. Drejtore Akademi Zojart, drejtore disa vite administrative në Radio Televizionin Ora. Përshëndetje dhe mirëserdhje. Faleminderit. Mirëdita të nderuara zonja, vajza dhe djem. Mirëdita të nderuara artistët të mëdha, paneli që jeni sot. Mirëdita dhe përshëndetje kolege i dashur që ti bën mrekulli me këto zonja të mbledhura sot në Hotel Koloseu. Faleminderit shumë për ftesën. E filloj 2-3 fjalë të shkurtra siç ishte programi për të thënë që kur mora ftesën në fakt u lumturova shumë. Gjatë viteve të jetës time, unë kam dhënë mësim në shumë gjimnaze të Tiranës, në universitet shtetëror dhe privat, kam drejtuar Burgun e Grave, kam drejtuar televizionin Ora News, tërë jetën time në pozicionin e mësuesës, pedagogës apo drejtuesës, nuk kam rreshtur së mbështeturi vajzat dhe gratë në të gjitha zonat e Shqipërisë. Drejtoj një akademi artësh private sot, ku kam punësuar 20 mësues. Bëjmë Rinfest Festival një herë në vit dhe ndërojmë një zysh që ka humbur jetën për shkak të kancerit gjirit, edhe pse ne mlodhëm shumë fonde dhe unë ardhjen time sot në këtë aktivitet dua t'ja dedikoj Ina Kasimatit, për cilën gjitha keni dëgjuar dhe për pos kësaj këtë festival ne kemi ndërtuar në emrin e saj. Të gjitha ju që jeni në të nderuara dhe të respektuara dhe të vlerësuara sot, mendoj se bëni gjithçka për familjen, për fëmijët tuaj, por për shoqërinë. Ne asnjëherë nuk duhet presim që jetën tonë ta ndërtojnë as politikanet majtas, as djathtas. Ne duhet punojmë fort që jetën tonë, të fëmijëve tanë dhe të familjeve tona ta ndërtojmë vetë, t'japim kontribut, t'japim dorën njëra tjetrës. Shpeshherë kam dëgjuar kur kam drejtuar institucionin e vuajtjes së dënimit ose e konsideruar Burgu i Grave, që gratë luftojnë gratë. Jo, nuk është e vërtetë. Gratë i mbështesin gratë, por duke qenë se ne kemi pasur luftra shumë të mëdha dhe burrat gjithmonë kanë aleanca më të mëdha se ne gratë, atëherë ne duhet ta fuqizojmë aleancën. Duhet bëjmë fort punën tonë dhe çdo ditë duhet mendojmë. Nuk ka problem se ka shumë gra, ministre, deputete që kanë shkuar shumë lart, që kanë bërë shumë para, që ecin me makina shumë shtrejta. Duhet mendojmë çdo ditë, çfarë bëra për një fëmijë në nevojë, çfarë bëra për një komshi që ka nevojë për një pako ushqimore, për t'i paguar një herë dritat, për t'i mbushur një herë numrin e telefonit. Unë e bëj shpesh. Nuk dua fare të flas për veten time, por ne jemi heroina të heshtura që mbajmë familjen dhe vlerësojmë gjithçka në shoqëri. Faleminderit shumë për këtë aktivitet kaq të madh dhe një duar trokitje për gjitha zonjat që u nderuan dhe u vlerësuan sot. Faleminderit që na keni respektu me prezencën tuaj, kja është për pjesëmarrjen tuaj. Ndoshta është diçka shumë e vogël, por që do të thotë shumë për Shkodrën. Vlerësoj gjithçka. Faleminderit shumë për vlerësimin. Faleminderit shumë. Okej, faleminderit. Farida, herë të tjera na ke sill polici, kemi parë me uniformë, por kur tha Burgu këtu. Po shumë zonj, shumë e hiqme. Mirë, një stog keni qënë? Ka një resor shumë të mirë i troftës, ja atje e leva që ka qënë. Në stok gjedhe mbiemrin tim unë Bruçi, kështu që nuk është çudi që ta kem origjinën afër Pejës, pra në stok. Unë do t'ja fjalën zonjës Alinda Shoshi, udhëheqëse e përgjithshme e Onyx SPA, spitali special për rehabilitimin dhe terapi fizike, ndër më të preferuarit jo vetëm në Kosovë, por dhe më gjerë, pse jo dhe shkodranët e kanë me kënaqësi të vinë në stok. Faleminderit. Ja, mund të qëndrojmë pak më në mes. Alinda është ndër biznesmenit më të suksesshëm në Kosovë
Kur kam shku herën e fundit, jam befasu sinqerisht nga puna e tyre me dhjetra doktoresha, infemiera, masazhusa, nuk e di, dhe me thanë kishte një staf të jashtëzakonshëm dhe thash me vete, po unë që se pas kam njoft këtë zoj ma heret, sepse na kina aftu faktikisht, po zojat e mlaja si kur struken pak. Faleminderit që i erdhe edhe që të kena prezente këto. Edhe faleminderit për shërbimet që i ki bërë shumë shkodraneve. Faleminderit, unë jam sot jashtëzakonisht e bekume që janë mesin e juve, me ndëgju dhe më inspiru dhe ma shumë për historive të gjitha këtëne grave që kam frimu dhe po frimuj vazhdimisht Vlera. Unë jam Arlinda Shoshi, jam rrit në Kosovë, në Prishtinë, kam vazhdu studimet pas të master në Gjermani dhe kam vendos me u këthy, jo në Prishtinë, po një vend tjetër në periferi ose në perëndim të Kosovës, edhe me drejtu spitalin për 10 vite, ku bashkërisht me një ekip të jashtëzakonshëm pikë shumë grave, se nuk e bëjmë unë vetë, por e bëjmë një ekip të jashtëzakonshëm grave, ku bashkërisht punojmë se cila... A mundesh me na thënë numrin e ekipit sa e ke komplet? Ne kemi afërsisht dikon 300, një numër për 300 persona, por rreth 240 them janë në gra, edhe udhëheqësit mrekullueshme që vazhdimisht punojmë për çdo ditë, punojmë së bashkur për me pas përshëndetjen dhe rehabilitimin e secilit jo vetëm shqiptarëve, të Shqipërisë, Kosovës, të Malezisë dhe gjitha trojave shqiptare. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për vështirësinë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Okej, faleminderit. Mirë. Do të vijojmë me një zonjë tjetër. Atëherë kësaj radhe jemi nga Prizreni, tashi nuk besoj se ka një gjë të shkuar një herë të vetme në Prizren. Bëhet fjalë për zonjën Sahadete Sadikaj. Drejtore, po jam të të dhëna për të, drejtor Bibliotekës Prizren, disa vite drejtoreshe e strehimores në të Prizrenit, ligjëruese në Universitetin e Prizrenit, autore në mbi 30 libra profesional. Faleminderit Farida. Jam shumë e lumtur që sot jam në mesin tuaj. Moto e juaja është gratë frymojnë vlera. Ku ka më mirë ose kush di më mirë se gratë frymojnë vlera. Ne të gjithë këtu paraqitim për një profesion. Mirë po unë jam shumë e sigurt që edhe ju jeni të një mendimi që ne të gjitha brenda ditës jo një profesion, po ndoshta kaloj me 10-100 profesione tjera. Vetëm gratë arrin t'i bëjnë këto. Faleminderit shumë për ftesën, suksese për gjithë. Faleminderit shumë, unë edhe të pas parasysh edhe si po jitem ka taku disa herë me kënë aktivitete letrare që kina bërë dhe zojën e pash aty, edhe e kërkova dhe hullumtova ma tepër me ditë për civilin e saj edhe thash po kjo meriton me në Shkodër. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit shumë. Dëshiroj të shfrytëzoj rastin të falenderoj zonjën Faride që vlerëson edhe shqiptarët, femrën shqiptare jashtë malit të zi. Jam shumë e gëzuar që jam pjesë e këtij eventi sot për të festuar me ju forcën, vizionin dhe të gjitha këto arritjet e jashtëzakonshme të gjitha këtyre femrave. Është e vështirë të mbani këtë rubrikë në gjuhën shqipe në televizion e Malit të Zi? Ka vështirësi në punën tuaj? Po, gjithmonë ka vështirësi, por i ka dhe përparësitë e veta. Në program gjithmonë mundohemi edhe të afirmojmë sukseset e grave shqiptare atje tek ne, por edhe në Shkodër, në Shqipëri dhe në Kosovë. Faleminderit, besoj dhe ky aktivitet do jetë. Aktivitet do jepet edhe në Malin e Zi në televizion. Faleminderit shumë që ishe pjesë, shumë faleminderit. Faleminderit. Në respekt të punës së palodhur dhe me përkushtim të zonjës Farida, unë do të citoj dhe nuk do të rresh së cituari disa vargje, të na falin burrat, por unë po them një të vërtetë. Me syrin e gruas gjithë bota shikohet. Me dorën e gruas çdo thimbje shërohet. Me zemrën e gruas çdo dashuri jetohet. Me forcën e gruas gjithë bota pushtohet. Shkurt edhe sa. Është e bukur, është e bukur. Kemi të njëjtin emër. Është emri i rrallë. Faleminderit të dashur. Unë dua të falenderoj Faridën që
që gjenë mundësin për t'ju dhënë kënaqësi grave që kanë vlera dhe i vlerëson ato në pjedestalin e merituar, sepse shumë pak fatkeqësisht ne gratë bëjmë për gratë. Ndaj një duar trokitje të fortë për Faridën. Suksese të gjithave. Ashtë një vlerësim për gruan, ju jeni grua dhe vetë. Unë përveç këtij aktivitetit jam e vetmja në Shqipëri që bëj dhe festivalin e poeteshave, që e kam bërë zakonisht nga tetori. Ju lutem, na ndihmoni. Na ndihmoni me bë më të bukurën për Shkodrën, me bë më të mirën për gruan, me bë më të mirën për kulturën shkodrane dhe me kriju vizionin ashtu siç e kena në kohët e lashta djepi i kulturës. Ju lutem, na ndihmoni. Se sinqerisht heki shumë keq për me bë aktivitetet të tilla, ndoshta edhe hekun edhe nga vetja për me realizu diçka të tillë. Sepse unë kam hobi me e bë këtë, as një interes personal s'kam, as për karrierë, as për fëmijë, as për gjendje financiare, as për gjë. Thjesht e bëj për gruan, për Shkodrën, edhe për këta gratë mrekullueshme që secila prej tyre vezollon me ata që ka realizuar në jetën e saj. Shpresoj të na thuash diçka. Ju përgëzoj të gjithave për vlerësimet që mort, plotësisht të merituara, sepse ashtu siç u tha, edhe pse disa jo njoh, ti je shkodranës do të themi njofton, ndaj edhe këto aktivitete shërbejnë për të njohur më mirë me njëra tjetrën. Të vish në këtë sallë dhe të marrësh një vlerësim nga kjo shoqëri apo lëvizje, siç e quajnë ju, për mua është hera e parë. Sot jam në një pozicion të vështirë në fakt pas atyre që tha zonja Farida, sepse unë me të vërtet jam zëvendës kryetare e bashkisë, po këtu kam marrë ftuar si Teuta qytetësat. Pavarësisht se në çdo moment dhe kudo ku jam, unë përfaqësoj edhe bashkinë, edhe e kam për nder e privilegj. Ta përfaqësoj bashkinë një takim me zonja dhe zonjusha kaq të nderuara që për Shkodrën e për bashkinë edhe vetë për kryetarin e saj jeni vlerë e qytetit, sepse bashkia tek gratë dhe vajzat jo vetëm beson, por mbështetet fort, i mbështet, i promovon sa herë i jepet mundësia dhe rasti, dhe në çdo takim këtë e shprehim me forcë dhe bindje. Sepse jeni jo vetëm gra që përpiqeni për karrierat tuaja, por bëni shumë për shoqërinë, rritni brezat e rinj, i edukoni ato dhe mbi të gjitha jo vetëm atë dashuri, por edhe me dashurinë për njëri tjetrin. Këto fëmijë që sot performuan para nesh e demonstruan më së miri, me buzëqeshjet, me ritmet, me gjallërinë që na sollen. Sikur aktiviteti jonë t'ishte pa ato, mase do t'ishte i mangët, besoj. Dhe me këtë mundësi që mi jepet, i falenderoj shumë mësueset që merren me fëmijët, që i mësojnë ritmet, që ti trashëgimin tonë kulturore, edhe me kostumet që ju thati keni përgatitur vetë, por edhe me ritmet që i mësoni fëmijëve. Të shohësh fëmijët e vegjël të performojnë ritmet e vallëve tona popullore, është kënaqësi e veçantë për çdo pjesëmarrës ndër çdo lloj takimit. E besoj edhe sot këto për të gjithë ne. Për sa i takon kërkesës që më bën zonja Farida, unë do ta përcjell me shumë kënaqësi edhe pse ju më keni ardhur zyrë dhe ma keni shpreh. Besoj se çdo kush e kupton fjalën buxhet. Unë si ekonomiste, kam shumë ekonomista edhe këto, dhe asgjë nuk bëhet pa planifikim. Unë shpresoj shumë që për vitin tjetër, ja kena në tetor. Lëvizje ju, po buxheti një herë vit bëhet, zonja Farida. Nuk e di se sa. Jeni informuar. Gjithashtu ne bëjmë dëgjesa publike, ku njerëzit dhe të interesuarit janë të ftuar të paraqesin pretendimet, kërkesat, dëshirat, projektet e tyre, të cilat bashkia i mirëpret me shumë kënaqësi e respekt. Ne këto kemi edhe një përfaqësuese të bashkisë, të administratës, dhe jemi shumë të kënaqur që ajo vlerësu. Si një nga punojësat e administratës së bashkisë, e cila kontribon shumë për qytetin tonë, dhe jemi të nderuar që jemi përfaqësuar me zonjën Flora.
Gjithashtu, i përgëzoj shumë mikeshat e mia, të cilat shumë prej tyre i njoh, si zonjën Meriam dhe të tjera, që përfaqësojnë të gjitha fushat. Dhe unë sinqerisht ju përgëzoj për këtë iniciativë që keni marrë. Jo thoni është i 9 vit, unë për herë të parë pata nderin të jem pjesë e këtij eventi të organizuar me kaq përkushtim e sakrificë, sepse jam e bindur që asgjë nuk bëhet vetes. Çdo gjë do në përkushtim, sakrificë, heqje nga vetja, edhe zonja social familjare, si e diel ndrek gjithë secila ka lënë shtëpinë e vet, edhe ka ardhur këtu. Është një kënaqësi, është sakrificë, është dashuri, është respekt për njëra tjetrën, për veten, për karrierën e secilës, sepse e meritojnë të vlerësohen. Çdo lloj vlerësimi është i merituar plotësisht. Gruaja heq nga vetja, e meriton gjithmonë më të mirë. Faleminderit. 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 Keni një pjesëmarrje, faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ky është viti i 9 që i promovojmë 11 zonja, nga lëvizja Gratë Frymojnë Vlera. Dhe ta thuash si shifër, është një shifër shumë i madh. Si mjet shkon numri i zonjave që janë promovuar 88. 88 profesione të ndryshme, kontribute, vlerësime, çmime, karrierë, respekt, identitet e krenari. Sinqerisht, sot shkoj shumë bukur, dhe ndoshta pam edhe lot nga ndonjëra prej atyre, megjithëse ka marrë shumë çmime dhe vlerësime, dhe me thënë ky vlerësim sikur e motivon më tepër për krenarinë në ai qytetit vet. Dhe shpresojmë që vitin tjetër të bëhen 100 zonja, edhe kena 10 vjetorin, po shpresojmë edhe në kontributin e shkodranëve për me realizu një diçka të tillë. E kishim edhe përfaqësues nga Marë Shqiptaria, nga Kosova, Mali Zi, kishim edhe televizionit e Mali Zi, televizionit tona lokale, po normalisht kishim gra nga Tirana, gra potenciale, edhe u ba një kolazh i bukur femëror, ku secila si aromë mira e përcollën në për Shkodër gjithë aromat e tana trevave shqiptare. Farida, kur gjithë Shqipëria është në endhet e zgjedhjeve, o zot, njerëzit kanë filluar të ankohen dhimbje kokës, çfarë shohin në transmetive televizive. Ndërkohë që këtu shohin një format krejt ndryshe. Një format vlerësimi, sepse sikur është harruar në Shkodër vlerësimi grave. Nuk ka më evente të tilla. Vetëm me politikë nuk jena marrë, dhe me thënë politikane unë nuk kam promovu asnjëherë, sepse politika ka ata rajt e veda që mu ndoshta nuk më përmush, dhe me thënë, sepse ka shumë falsitete, ka shumë lobime, ka shumë gënjeshtra e tjere. Këto janë gra, si i thojnë ana, live, me atë veprimet e veda, me kontributet e veda, me fizionominë e vetë kanë dhënë shumë për Shkodër dhe meritojnë respektin. Sera dhe kishim një mungesë ndërin e kombit Margarita Xhepa. Nuk e di, të pash një moment që të lotoje, po fshije lotët vazhdimisht. Nuk janë pak me kalu 8 vite me ta që e kena pas prezente gjithmonë. Nuk janë pak mas më një këtë vit zanin e saj. Nuk është pak një figur aq e vlefshme të mos jetë në prezencën tonë, por siç ka thënë gjithmonë, ajo gjithmonë është mbështet te kurajo e njerëzve, edhe shpresoj që atë kurajo na ka dhënë, na ka lënë ne, edhe shpresoj atje ku është në parajs tjetë të ndryshoj gjithmonë ashtu siç ka qenë rrezatuese. Dhe pyetja e fundit për ta mbyllur mirë, ti bën një nder shumë të madh Shkodrës, e promovon në një format të tillë, duke vlerësuar gratë, por pjesëmarrja atyre e çon më tej në vendet e tyre, ato e përcjellin gjithë emocionin që përjetuan këtu. Ne bëm edhe një video që faleminderit ju Kozeta që e bat një video të mrekullueshme si homazh për figurën e saj, sepse e meritonte një diçka të tillë dhe shpresojmë që çdo vit do të bëhet më mirë.
Ky pra ishte materiali që ne kishim përgatitur, ishte një aktivitet ose ndryshe edicioni 9 Gratë Frymojnë Vlera me drejtuese zonjën Farida Ramadani, i cili çdo vit në qytetin e Shkodrës vlerëson 10 apo 11 gratë më të suksesshme në këtë qytet që kanë kontribuar dhe është mirë që ky kontribut të vlerësohet publikisht në prezencën e mjaft mikeve, jo vetëm nga Shkodra, por edhe të ardhura nga Maqedonia, Malizi dhe Kosova. Unë ju falenderoj për vëmendjen, falenderoj dhe zonjat e nderuara për intervistat që kanë dhënë në realizim në këtij reportazhi. Ritransmetimin e këtij emisioni ju do të keni mundësi ta ndiqni ditën e shtunë në orën 15:30 dhe ndërkohë ju lë në shoqërinë e programeve të TV1 Channel. Bashkë natën e mirë.